është edhe për neve si shoqëni, si institucione, çka po bëjmë dhe si po i trajtojmë rastet. Pak e rëndë. Shumë e rëndë. Sepse unë zakonisht nuk shohëm dhe nuk shikoj pamje dhe vedo tilla sepse provoj që me i largu thjesht kur e merr informacionin pas ne edhe mundet me Kjo po ndikon shumë edhe në shoqëni për shkak se për më po vjen te ajo pyetja se a ka kush që udhëheq këtë shtet. Pyetja jam konkrete në këtë rast është kush e ka leju këtë grup u martu me bo familje, mi marrë në qafë 7 fëmijë. Se këto krejt janë krijesa që duhet me pas një kujdes minimalisht deri në moshën 18 vjeçare. Me çfarë të drejte ka thonë prindi i vet që kjo është e gatshme mu martu dhe me kriju familje. Domethënë, në këtë rast prindi i kësaj është fajtor, që i ka thonë dikuj merre vajzën time dhe krijo familje. Kur e ka ditë ai sakt çfarë fëmijë e ka. Edhe nëse s'ka kontroll mbi fëmijën e vet minimalisht mos e merr në qafë edhe dikon tjetër. A ka pas probleme psiqike edhe baba këtu? Po, pikërisht. Sigurt nuk e din askush. Për nanën është e sigurt, do të sipas informacioneve është e sigurt që ka probleme psiqike, e din edhe QPS-ja, mirë, po për babën nuk e konfirmojnë as nga QPS-ja. A jeton baba me ta? Si qeft janë është problematik. Nëse baba është qëndron në shtëpi gjatë gjithë kohës dhe nuk ka probleme shëndetësore, të dët janë problematik. Me pas se çfarë po ndodh me unë e pamjet që i pash në video edhe më vendi ku ishin të jetu jashtë çdo rregulle normale që një familje mundet me jetu. Mandej nuk e dim se ç'ysh është mrena, po që ajo pjesa e mbulume me batanie, domethënë aty nuk mundet me jetu asnjë kafsh, se shumë familje sot jetojnë që ato kushte, po minimalisht e krijojnë një standard për jetesë normale të tyne. Edhe ajo tregon shumë për atë familje. Pyetja tjetër është ku janë fëmijë tjerë. I ka marrë qendra për punë sociale, momentalisht janë... Ku është më herët kjo qendër, sepse... Pikërisht këtë pyetja kam ka pas probleme dhe kanë qenë të njohur si qef problematik për policinë e Kosovës. Po tash problematik, a është që kanë pas probleme psiqike, apo që janë narkoman ose abuzus alkoolit, se këto dallojnë. Nëse ka probleme psiqike është diçka tjetër, nëse janë abuzus me narkotik, prapë është diçka tjetër, se sinqerisht kur vjen çështja te fëmiu, edhe nëse ki probleme psiqike e ki pak një empati. Nalesh edhe mendon. Kurse kur je abuzus aty ndjenja jote është për tokë edhe ti nuk ki asnjë vullnet me nal veten karshi asaj çfarë po bën. Në këtë rast duhet me identifiku çfarë problematik shjon për shoqërinë ose për randet shoqënore, policia në këtë rast. Po ne marr shumë e rëndë sa që s'po ki fjalë dhe mu shpreh dhe s'po din çka me thonë se ai është veç një fëmijë 5 vjeçar, është shumë i pafajshëm. Një zot e din që ka përjetu fëmijë tjerë në atë familje. Domethënë që s'është zbulu. Unë madje edhe gjatë intervistës e kom pa fëmijët e tjerë që po thu, gruaja Axhës më ka tregu që në momentin kur ajo ka shku të shtunën, ka shku tek familja edhe ka dashur me e pa djalin 5 vjeç, për shkak që thotë që fëmijët e vegjël nuk i ka pa kur jashtë, as rrethi familjar që kanë jetu nuk i kanë pa kur ty dal jashtë, përveç këta që kanë ecë vetë edhe kanë dalë. Edhe ka dyshuar që diçka gjendja nuk është e mirë, se çush është e mundur 5 vjet ti mos më e pa një fëmijë kur. Ai 5 vjet e dim që fëmia 5 vjet ecë edhe dalë. Ky madje as nuk ka fol. Fëmia 5 vjet, ky ka pas probleme në zhvillim sepse as nuk mundet me fol. Kjo është një zinxhir i problemeve faktikisht. Po, edhe pikërisht kjo çështja e fëmijëve të tjerë. Kjo gruaja thotë që unë kur kam shku në shtëpi, ata as nuk kanë dashur me e la me hy brenda. Edhe fëmijët, pra mendo fëmijët e tjerë aq të vegjël kanë filluar duke i thënë që ami 5 vjetar nëse dëshon ti me e pa djalin 5 vjeç. Unë po mendoj që kjo është zinxhir, do thotë ata janë rrit në çat frym, janë rrit në çat ambient. Kanë faj fëmijë. Do të thonë fëmijë tjerë s'ko kanë në familje tjera, apo ko kanë aty? Ma herët ka ndodhur. Do thotë deri në momentin kur djali është shku në QK, 5 vjeçari këta këtë kanë qenë aty. O zot, ai ka vënë. Para disa viteve qendra për punë sociale i ka marrë krejt fëmijët për kësaj familje. Mandej prapë ka kthy. Unë këtë pyetje ja kam bën drejtoreshës së qendrës për punë sociale. Qysh është e mundur që një familje kur mbrimet tona thonë që nëna ja ka qa kokën janit fëmijë, me çfarë të drejtë dhe çfarë baze ju i ktheni fëmijët tek ajo familje. Edhe ajo arsyetohet që familja gjykata ja ka dhënë të drejtën prindërore, familja ka të drejtën prindërore. Ku ka ditë jam me fol me gjykatën, me çfarë argumente flet ai para gjykatës. Edhe unë e kam pyet edhe që a jeni të njoftuar që nana ka probleme psiqike. Drejtorisha më arsyetohet që unë nuk merrna me shëndetin mendor edhe janë instancat më të larta edhe do thotë përgjigjet e saj kanë qenë shumë teknike për një rast tepër të ndjeshëm. Shumë të ndjeshëm. Çfarë tregon kjo për gjendjen psikologjike të gjithë fëmijëve? Në fakt, kjo situatë ngrej shumë tema të shoqënisë tonë. Para,
paragjykimet për shëndetin mendore dhe si trajtohen problemet psiqike të na, do të thonë, a marrin njerëzit që kanë probleme psiqike, a marrin trajtimin e duhur, si trajtohen prej familjarëve, prej shoqënisë. Jo rrallë shohim familje cilat ka një person me probleme psiqike pak më të rënda, po flasim gjithmonë si kur ky raste, edhe çka ndodh me nxispresin, me martu, me hek qafe, po them kushtimisht me atë gjuhën e